Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi së bashku në emisionin Aromë Shkodre. Shpresoj që të keni kaluar një javë të mbarë për ju, edhe premtja të konsiderohet porta e parë për të kaluar në fundjavë, ku kuptohet fundjava për gjithë ata që e kanë mundësinë të ketë sa më shumë surpriza, gjëra të këndshme, të arrimarin veten sepse ajo e hëna sikur vjen pak shpejt. Dhe në emisionin Aromë Shkodre ne gjithmonë zgjedhim personazhe që na fusin në diskutime shumë të këndshme. Bile janë dhe personazhe që na frymëzojnë nëse duam të ndërmarrim rrugë të vështira në jetë, dhe një rrugë e vështirë në jetë është edhe bota e artit. Ata që e kanë provuar e dinë që duhet shumë durim, vullnet, talenti po se po, por edhe këto cilësitë e tjera që thash në fillim janë mos e të domosdoshme, sepse mund të kesh talentin, por nëse se ke vullnetin dhe nuk e ke një mbështetje shumë të mirë, mbetesh vend numëror dhe nuk ecën përpara. Dhe ne sjellim modele jo ata që i kanë bërë 50 vite mbi supe dhe pastaj unë ja arrita, pata shumë sukses, ja dola mban e të tjera, sepse gjithkohë në dispozicion është e nevojshme, e mjaftueshme 50 vite, gjysmë shekulli, po patjetër që ecën përpara. Ndërkohë që ne sillim këto moshat e reja që nuk thyen kollaj, që kanë një dashuri shumë të madhe për këngën, për artin në përgjithësi dhe që krijojnë edhe një mbështetje shumë të mirë familjare rreth tyre, sepse është më se domosdoshme. Po kë kemi ftuar ne? Ne kemi ftuar jo thjesht ata që vlerësohen me çmime të para, brenda tregut shqiptar, nëse u ta quaj kështu, po deri në Shtetet Bashkuara të Amerikës, vlerësohen edhe në Gjermani, kudo ku ata shkojnë dhe konkurrojnë, por i sjellim si një familje që i nxit fëmijët vazhdimisht, që e duan artin, që përpiqen çdo ditë, që bëjnë prova çdo ditë dhe është modeli më perfekt për të gjithë teleshikuesit, sidomos ata që janë mosha të reja. Prandaj emisioni sot i dedikohet jo vetëm thjesht prindërve për t'ju thënë, shiko, fëmia do mbështetje për aq kohë sa e ka të nevojshme mbështetjen tënde, por kjo vlen edhe për ata të rinj që e kalojnë shumë kohë në kafeve, që nuk e zbulojnë të vetja çfarë aftësish kanë dhe nuk i vënë ato në funksion. Dhe unë kam ftuar motër dhe vëlla, se si ata e mbështesin njëri tjetrin. E para është Klajsa Kapeta, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Shumë kënaqësi që të kam në emision. Ndërkohë që është edhe vëllai, që është më i vogël, nuk kuptoj fare diferenca, bile unë do thoja që ti je më i gjatë, me siguri ti je më i madhi, po kam përshtypjen që është më i vogli. Jo se e kuptoj, po nga të dhënat që kam, dhe është Klevi. Po, përshëndetje. Mirë se erdhe në emision Aromë Shkodre. Mirë se gjeta. Hera parë që vini. Po, njëre kishit me siklet që të vinit më përpara, apo jo? E morët me sportivitet? është tjera parë në fakt që ne në intervist me jena të dy bashk, edhe se ju kanë darë dhe ju kanë thirrur veçës. Si ka mundësi kjo gjë? Apo kjo lidhej me aktivitetin, e mori ti çmimin hajde ti. Te aktivitetin e mori ti hajde ti. Dhe nuk ju kanë thirrur asnjëherë motër dhe vëlla? Jo. Ndërkohë që për mua veçantia më e madhe ishte që jeni motër dhe vëlla. Po si shkoni me njëri tjetrin? Shumë mirë. Shumë mirë, tepër mirë. Nga që kemi edhe mosha nuk ka dhe shumë, nuk kena shumë diferencë me njëri tjetrin. Kemi vetëm 2 vite. Edhe kjo gjë na bën që me kenë sa më afër me njëri tjetrin. Pra ju kuptoni, jeni njëti brez, ëh? Merremi vesh vetëm me sy. Po do të thënë se di edhe bota e vajzave me botën e djemve që kanë ato kundërshtit, apo jo, ju nuk jeni në ato ujërat që vendos gjithmonë vëllai, jo. Ju thënë si njëri tjetrin. Mund të them që sekretet e mia më shumë i din Klevi se sa një shoqe ime ose një mami. Vërtet? Mo befasove të kjo. Pra ja u kemi të modelin në mirë se si shkojnë mirë motër dhe vëlla. Por të gjithë teleshikuesit ne kemi përgatitur një ser shumë të vogël të bukur të këndshëm, ku ne kemi përmbledhur gjithë ato përvojë tuaja, se do thotë dikush, po mirë më fëmijë, domethënë të rinj, ju quheni të rinj. Për moshën që keni do e merrni vesh moshën, se mos më thoni tani sa vjeç janë. E kemi thënë te inserti, prandaj ndiqeni këtë insert të shkurtër të bukur, që na sjell rezultatet, arritjet e motrës dhe vëllait, dhe do rikthehemi në studio për një bisedë shumë të këndshme, mos e humbisni atë. Klevi Kapeta, 16 vjeç, aktualisht ndjek vitin e parë në gjimnazin Oso Kuka të qytetit të Shkodrës. Ka hedhur hapat e parë në fushën e muzikës në moshën 7 vjeçare dhe që atëherë nuk ka rreshtur së kënduari. Është bërë pjesë e një sër konkurseve dhe festivaleve të ndryshme, duke filluar nga aktivitetet e organizuara të Qendrës Kulturore të Fëmijëve në Shkodër me ish drejtues të mirënjohurin Kujtim Alia në edicionin Bilbilet e Vegjël këndojnë, festivalet mbarkombëtare të këngës për fëmijë e të tjerë. Zëri i tij u spikat menjëherë dhe juria e ka vlerësuar shpesh me çmimet e para.
Fillimisht çmimin e tretë e ka fituar kur ishte në klasën e tretë. Mëtej në edicionin në konkursin Bilbilat e vegjël këndojnë, ka fituar çmimin e parë në klasën e 6 dhe të 8. Mori pjesë në Albania Got Talent, kur ndër qindra konkurrent, fal talentit të tij tepër të madh, u rendit në finalin e madhe i katërti. Gjatë muajit nëntor 2025 mori ftesën për të bërë pjesë e festivalit të gjuhës dhe kulturës ndërkombëtare, i cili u zhvillua në Chicago, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku përfaqësoi denjësisht Shqipërinë. Së fundmi u ngjit në skenën e konkursit We Sing në Prishtinë dhe aty fitoi çmimin e produksionit, fal mbështetjes të së cilit së shpejti do të kemi një projekt shumë të bukur me Drena Bazin dhe Rinor Ukimerin. Por nuk përfundojnë vlerësimet këtu. 2 javë më parë fitoi çmimin e parë në festivalin mbarkombëtar të gjuhës dhe kulturës, ku do të përfaqësojë Shqipërinë në festivalin ndërkombëtar 2026 në Rumani. Klajsa Kapeta, 18 vjeçe, ka përfunduar gjimnazi në Boston, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Aktualisht po bën një vit të shkëputur akademik dhe pret të vazhdojë universitetin vitin tjetër. Pasioni i saj është muzika dhe teatri, por shumë kohë para këtyre ka qenë kërcimi, sepse fillimisht u regjistrua si pjesë e baletit në Qendrën Kulturore të Fëmijëve në Shkodër. Ka marrë pjesë në shumë konkurse të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare ku ka fituar çmime. Konkretisht në Shkodër, me Bilbilat e vegjël këndojnë çmimi i parë dhe i tretë. Me festivalin e fëmijëve, pjesë e korit e më pas u bë pjesë e edicioneve të rëndësishme në Tiranë, me Tirana Talent e Pop Talent, ku vlerësua me 2 çmime të para, si dhe në Folk Talent me çmim të tretë. Në Gjermani, në festivalin e gjuhës dhe kulturës ndërkombëtare u vlerësua me çmimin Rising Star, në Ukrainë me çmimin e dytë dhe gjithashtu në Itali me çmimin e parë. Gjithashtu është pjesëmarrëse në shfaqjet e vazhdueshme që organizon Qendra Kulturore Pjetër Gaci të Ahengut Shkodran. Klajsa Kapeta ka interpretuar në një muzikal në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili vuri në patre kompetenca të artit tek ajo, kërcimin, aktrimin dhe këngën. Gjithashtu ka qenë pjesë e kastit në një pjesë teatrale të vendosur në gjuhën frënge, këtu në Shkodër dhe në Tiranë. Mirë, rikthehemi në studio, besoj jeni dhe befasuar, sepse po ta mendosh janë shumë të rinj në moshë, por shumë shpejt i kapët ato vendet e para. Për shembull, Klevi, direkt vendin e tretë sa shkove ti te Bilbilat e vegjël? Po, ishte një eksperiencë shumë e re, në klasën e tretë në fakt, ku vlerësova me çmimin e tretë e Bilbilat e vegjël Shkodrës këndojnë, por ishte çmimi i parë që vazhdoi, domethënë rrjallën e rrugës të muzikës. Kam filluar me kënu që është moshën 7 vjeçare, por më pas nuk kam rresh së kënuari për shkak se ishte muzika ajo që lindë mbrana meje. E disa kurshtare jam që këndon mami, babi, gjyshi, si e keni ju këtë preardhjen e të lidhurit kështu? Se disa e shikojnë nga trashëgimia, se ka mundësi motra dhe vllai? Ashtë edhe nga trashëgimia pak, sepse disa nga kushrinjtë tanë kanë qenë pjesa e aktiviteteve ndryshme muzikore, konkurseve ndryshme muzikore, por edhe mami edhe babi mundohen me këndu në shtëpi pak. Do me thonë ata pritën që ju të më bëjnë konkurrencë pak me mua dhe Kri. Se këtë teori kemi pasur ne në familjen tonë, kur na iknin dritat, do me thonë në brezim, nuk e di keni dëgjuar ju se mos dukem shumë e lashtë unë tani. Kur na iknin dritat, ne çfarë bënim, do iknin dritat 2 orë, 3 orë dhe ne merrim gjithë repertorin. Veriu dhe ju dhe këndonin në shtëpi, s'u bë asnjëri, pavarësisht provave të vazhdueshme, asnjëri s'u bë këngëtar. Nuk është se kishin talent për atë gjë, prandaj e vlerësoj shumë faktin që ju keni talent. Dhe ju thoni që në familjen tuaj i keni pas këto të dhëna, pra janë dhe të afërmit. Po. Vajza Halls, ku kanë të Gjeniu i vogël, Halla ka lujt piano ku ka kanë e vogël, babi gjithashtu ku ka kanë më i vogël, ka lujt fizharmonik. Edhe kjo ishte një nga shtysat më të mëdha, se në fakt është pak ka të bën kjo me gjenetike pak se po patjetër që po patjetër. Po dhe dëshira jonë për me kënu ka kanë shumë më. Okej. Në klasë 3 tha Klevi që direkt vendin e tretë, pra ai kishte filluar angazhimin, po në klasë 3 sa është fëmia 8 vjeç. 8 vjeç. Shumë interesante. Po e mbani mend atë momentin e parë fare që këndua dhe që ju i kishit të paktën 10 veta përballë si publik. Si ka qenë? Momentin e parë, personalisht, e lidhi me Qendrën Kulturore të Fëmijëve. Po të pari fare, kur shkove ti për herë të parë, kush të çoi ty dhe çfarë ndodhi, çfarë të bën, domethënë të
të interpretoje, të bëjë diçka? Si fillim unë nisa me baletin. Po me kërcimi se doli edhe te inserti. E nisa me baletin edhe kishte, du me thënë, të baletin në çan kulturore të fëmijëve, marrshin pjesë për festivale, por që nuk mund të la, po i falenderoj mësuesat e çanës kulturore të fëmijëve, sepse janë ata që na shtyn për çdo ditë. Edhe tani që edhe tashina edhe më të rritën pak, më të formuar pak, po janë ata që na thonë vazhdoni talentin, edhe shtritni kudo që jeni. Aty ishte si fillim pjesa e kërcimit, që marrja peshë në festivale, edhe një ditë. Shkoj në festivale, po ti kërceje, nuk ndoje. Edhe një ditë po mendoja, po sikur të jem pjesë e festivalit fëmijëve, pjesë e korit festivalit fëmijëve, edhe një ditë shkova. Faktikisht, atë ditë sa kisha marrë provat e baletit, edhe po vite me marrë mami, edhe i thash 1 minutë, pak, sepse ja cilësia e dytë e iniciativës dhe kurajos, po? Du të shkoj pak deri te kati 2, sepse du me pa diçka, dhe atje shaf gjithë korin e festivalit fëmijëve dhe mu mjet një ndjesi aq të bukur, sa që shkoj dhe flas me mësues mirin, që e falenderoj shumë edhe i them, mësues mirë, unë kam qejf me kam pjesë e festivalit fëmijëve. Edhe mësues miri thot, po hajde se po provojmë se si kënon, se në fillim normalisht që duhet me u pas zani edhe atyre bana pjesë. Se e mori seriozisht, një fëmijë vogël vjen aty dhe thotë, shiko, unë dua, dhe e mori shumë seriozisht. Klevi më thuaj dhe historinë tënde. Po ajo hera parë fare aty këm ngul. Hera parë krejt ka kënë shtëpi, kur isha tuknu edhe më kanë ndihmu familjarët edhe më pas kam shumë me nanën të çana kulturore e fëmijëve dhe i kam pas dhënë mësues kujtimi që shivel një gjë këtë djalin njerëz se ka vesh për muzikë. Edhe qysh atëherë në klasë të parë, dytë, diçka moshë 7 vjeçare, edhe nuk kam dalu së kënuari, çana kulturore e fëmijëve më kanë ndihmuar shumë, ishte skena e parë në cilën unë kam kënu, te Belbilat e Vegjël Çodrës kënojnë. Sa fantastike, sa gjë e bukur, sa kujtime të bukura dhe pastaj ju nuk u shkëputët asnjëherë. Tani në këtë mos shkëputje se fëmijë keni qenë dhe dëshira për të luajtur, për të marrë me shumë gjëra, pastaj kur je i vogël, më pëlqen piktura, më pëlqen kjo, më pëlqen ajo. Çfarë roli ka familja? Mund të them se është më kryesorja, i suporti që t'jep mami edhe babi. Domethënë juve ju kanë qelluar prindër që thoni, sa mirë që i kemi, se ki parasysh mosha juaj thotë, se kam atë mamin tim do ta ndroj te dyqani. Jo, kur. Por ju jeni pasur një familje që ju ka mbështesë, ka shumë rëndësi. Domethënë familja që t'ju mbështes në rrugën tuaj. Në çdo provë, në çdo aktivitet, aty për ne me çanta në dorë, me rroba në dorë që vetëm me kanë, domethënë afër nesh më na ndihmu, mu gjinë sa më afër. E bën mami dhe babi apo të dy? Unë them pak më shumë mami. Pak më shumë mami? Po të dikon atë rolin e vetë. Mime, kush ju solli deri këtu me makinë juve? Pa një tjerisim pak blerat babi. Kush ju bën këtë lëvizje me makinë se ti do shkosh në Prishtinë, do shkosh në Tiranë? Kush ju lëviz? Mami apo babi? Babi. Ne i përshëndesim të dy prindërit nga studio e emisionit Ajo në Shkodër dhe i themi bravo për fëmijët që kanë rritur dhe edukuar. Mirë, ju filluat të merrni çmime, mos u mësuat pak keq me çmimet apo jo? U mësuat pak. Bëhet si sfida, apo bëhet vetë kënaqësi një çmim? Ishte mes neve dy nuk ka kënë kur një, si me thënë, një konkurrencë e vogël, sepse unë gjithmonë edhe kur konkurrohet e Klevi, sepse na ka edhe një herë me konkurru bashkë në Pop Talent Fest, në Folk Fest. Folk. Që të dy fitu me çmimin e parë. A kishte 2 çmime të para? Po. Dhe të dyja i morët ju atë? Po. Shumë interesante. Po nëse nuk do të kishit marrë të dy, kush do mërzitej? Asnjëri. Ai që nuk e merrte, apo jo? Jo, ishim mësuar për një tjetrin. Po, kjo është. Këtu ku keni marrë çmime dhe sa foto e bukur kjo, fantastike. Me certifikatet në dorë, është një konkurs që është bërë në Tiranë. Mrekulli krejt. Pra ju nuk e keni këtë xhelozin mes njëri tjetrit, jo fare. Është e natyrshme të kesh pak xhelozi, po jo se shkon xhelozia për keq, ëh, do të thënë është nxitse ajo gjë. Okej, na kujtoni momente të bukura, domethënë të këtyre eventeve, nuk e dim se si funksionon ajo bota, për te asaj që unë e shikoj në televizor, shoh foton, sa bukur them. Po çka kam pas kësaj? Çfarë ndodh në festivale tek ajo që ne nuk e shikojmë, sidomos kur janë fëmijët, se për të rritur kemi dëgjuar që ka bryla, ka padrejtësira, ka gjëra. Po për ju çfarë ndodh? Ka shumë vështirësi, në fakt, për me arrit deri te momenti atij 3 minutit të këngës, është shumë përgatitje. Shumë, mund të them edhe pak peshë mbi supe, sepse kja detyrën që me përfaqësu vetin tonë në radhë parë sa më mirë, më pas familjen, më pas këdo.
Edhe për kjo gjë jam shumë falenderoj mësuesës tonë kanto, sepse ne bëjmë si me të njëjtën mësuese kanto, Zysh Klodianin, e falenderoj edhe për shnes. Kemi pas edhe në emisionin tonë me një reportazh. Sepse pati suportin si nga familja, siç e thash edhe më parë, dhe si përgatitjet vokale, edhe ato interpretuese, shifet kjo 3 minutë që shohin gjithë në video, kjo kënga e cila pavarësisht se mund duket e bukur edhe 3 minuta e shkurt, ka shumë përgatitje, ka shumë përgatitje nga. Okej. Kevin, ke pasi takime prind para pak kohësh? Bukur. Ti je nga të nxënës që thua po do vi mami, se nga që ta merr gjithkohon kënga mësime si jemi? Jo, shumë mirë në mësime. Po nuk them do vi mami, shkoj bashkë me mamin. Shkoj bashkë me mamin, po nuk je ideali i serë ti. Po. Jo, shkoj me mamin se viti para gjimnazit gjimnazit. Është mrekulli kjo gjë. Gjithë ato që po e ndjekin nënat me siguri thon, djali im thot, ma hiq dorën nga supi më, se po më shikojnë shokët. Jo. Okej, me mësimet i shkon mirë. Po, shumë mirë. Si menaxhohet koha e të bërit prova, domethënë që t'japim atë modelin për një të ri, i cili thot ku mu del koha mu, po kam këtë, kam atë angazhime etj. Si menaxhohet koha? Kisha dashur ta di kohë. Një lloj keni orare kur i vendosin në shtëpi apo? Jo. Janë të ndryshme. Okej, Klevi, si funksionon? Atëherë që në mëngjes. cilën orë je në shkollë? Deri në orën 1. Deri në orën 1. Po, që mëngjes çohem me atë frymën pozitive. A që në mëngjes? Po. Kujdesemi për këtë. Po, sepse duhet me edhe më pas dita vazhdon deri në orën 1 që marr në shkolla, kur shkoj në shtëpi më pas ha buk edhe filloj bëj detyrat. Më pas kryj detyrat, bëj një gjysmë pushim, filloj me mësimet edhe më pas shoh nëse kam ndonjë kurs, nëse s'kam atëherë marrem prapë me detyra. Shënoni, mbashën një gjëra? Po, i kam me listë, kam dhe me thanë gjërat që duhet me ba. Le, sot më keni bepasuar. Klevi ti e ka që i sistemuar, i shënon gjërat. Po, i kam të notes, të aplikacionin telefonet dhe i shënej që ka me ba dhe që më duhet me ba, edhe që mund me ba në i projektu si në i gjërë që me i qofet. E kuptojmë. Ti zitim ato më të shumë, mos na bjerë nga rkesa në fund javë dhe tjera. Sa herë në javë bëjmë prova? Klevisa kështu është një lloj edhe për ty? Kisha thënë edhe që është pak më ndryshe se Klevi, sepse Klevi man, edhe unë dikur i ka më gjanat me listë, po Klevi thëmë se te kjo ma mërë te kjo ana, dhe thënë është më i sistemuar? Po. Më i organizuar? Bravo. Sepse i ven një gjanat që ka me ba, kështu kam ba dhe unë, po. Ti për çfarë je pak më mirë se ky? Te sistemimi i dhomës. Se gjumi. Kisha thënë, prapë aty është Klevi më mirë. Po të kisha një kup, do t'ja jepja sot. Jo se jam bashkë shumë. Okej. Pra, merrni dhe jepni nga njëri tjetri, ëh? Domethënë mua më pëlqen që ti e vlerëson këtë gjë sepse mendon që do ishte mirë dhe për ty ta bëje organizimin kaq mirë. Po, kisha thënë që Klevi është, kisha dashur edhe me kem pak si Klevi, sepse është. Okej. Mbeten gjëra pa bër ose bëhen në kurrizë njëra tjetrës nga planet që keni për efekt të kohës, impenjimeve, ose ka një nevojë njeriu dhe të shëtiz, të dalë. Keni shoqëri për te i shkollës? Po, patjetër. Keni? Po. Pra jo ata në studime dhe në prova, tërkohën, Është nda me koha. Fundjava, pas ditet, cilat i kam lirshëm, nuk kam atë shumë mësu për ditën e nesër, me i shfrytëzoj me familjen dhe me shoqërinë. Edhe fundjava është pak kohë relaksi, po prapë se prapë duhet me gjetë atë kohën që me shfrytëzuar gjithë secilit person që ti ke qef, që ti den. Pra ndan edhe këtë gjë sa gjë e mirë kjo. Okej, keni shoqëri shumë? Po. Po, Klevi ka pak më shumë se unë. Nuk është e përbashkët? Jo. Jo krejt. Jo. Ka ndryshon shoqëria dhe mosha. Domethënë Klevi është në vitin e dytë në gjimnazin ose Kuka, ndërkohë ti në pritje të një viti akademik, diçka e tillë quhet. Unë kam mbaru gjimnazin në Amerikë. Vitin e tretë e kam mbaruar atje në Boston. Si e mbarove atje? Shumë mirë. Si e kujton, domethënë? Ishte një nga eksperjencat më të bukura të jetës time. Edhe atje kisha një familje që u gjendë pranë meje dhe i falenderoj shumë. Edhe po ata nuk isha kënë në atë formë që kam kënë atje, edhe kam dhënë shumë shok, kam bërë shumë shoqëri, me mësime jam dhënë shumë mirë, si në Shqipëni dhe si në Amerikë. Edhe pastaj ti erdhe këtu, quhet një vit i detyrueshëm që ti duhet jesh në situatë pritje? Po, duhet jem në situatë pritje që me pas e cili është opsioni më i mirë, sepse ka pak vështirësi puna diplomës të dhe ku mendon të zgjedhësh? Kam dëshira gjithmonë
në vendet në universitetet më të mira në Europë. Jo në Amerikë? Edhe në Amerikë kisha thënë që është pak larg, larg mamës dhe babit. Po nuk fije gjumë gjatë rrugës mos ta kuptojë distancën? Jo. Ja. Dhe prandaj si duket kalën një shije kështu. Po megjithatë ke edhe pak kohë të vendosësh apo? Po, kam edhe pak kohë, prandaj është ky viti i pushim, ndoshta edhe në Tiranë, në Universitetin e Mjekësisë. E kuptoj. Shqipëria, si ju duket Shkodra, Shqipëria i ka hapësirë për të bërë artist juve? Mendoni veten që, okay, ishte pak çështje shansi, fati, po kushtet nuk janë në Shqipëri. I ka Shkodra dhe Shqipëria? Unë them që Shkodra është gjepi kulturës shqiptare dhe kjo është absolutisht e vërtet. Ama me krahasu me dy vendet ku kam jetu, si është Shkodra dhe Bostoni, kisha thënë që normal mundësit janë edhe më të shumta. Më shumë andej, duke qenë se andej është një botë më e gjerë, konkurrenca është më e madhe, po dhe Shkodra ka konkurrencë, Ka konkurrencë. Ka shumë talente. Ky qytet që prodhon talente pafund. Kështu që edhe Shkodra e ka atë. Po. Po imagjino, po se kur kishit lindur në Berat ju, ha? A kishit për të ecur? Nuk e di më. Nuk do të thotë gjë tani se po na dëgjon ajo tezja ime nga Berati, kupton? E lë televizorin aty dhe më thotë ndonjë gjë. O tezja janë shumë të mirë, Berati si dhe Beratin e duam fort. Ju keni pas edhe këtë lëvizje dhe unë dua të ndalem te kjo lëvizje tuaja në Shkodër, po ja që edhe në Amerikë keni deputuar. Domethënë, për këtë eksperiencë që shkove për herë të parë, përfaqësove Shqipërinë atje dhe nuk është gjë e vogël, ti kalove ato, domethënë, sitat e thon ndryshe të Shqipërisë, pastaj u zgjodhe përfaqësoi Shqipërinë në një koncert të gjuhës dhe kulturës ndërkombëtare. Ishte një emocion shumë i papërshkrueshëm kur më dhanë lajmin që kishim përfaqësuar Shqipërinë në Chicago në Amerikë, edhe si reagove? Sa ato emocione duan. Si tash e besove? Fillim më duk shumë e pabesueshme, ishte një lajm që ardhi prej hiçit, por isha me mamin edhe kur e morë me vesh si lajm thjesht kena kthyer prej gëzimit edhe filluam ato përgatitjet, ato mendimet çka ka mu bë edhe si do veprojmë për me shku atje. Si e mendove këtu dhe si të doli atje? Doli shumë më mirë se sa e kisha menduar. Po. Ishte pak ai fakti se nga që shumë larg edhe isha të shku me mentorin që kisha për kanton që e përshëndes shumë edhe isha pak ngorova pak, kisha pak frikë. E po, kur shkova atje përjetova gjithë eksperiencën, shoqërinë e re që kam zënë, ndoli diçka krejtësisht ndryshe, diçka shumë më e mirë. E pe vetëm kështu në raportin ndërkombëtar. Se këtu në Shkodër pak a shumë i hym që të vegjël, pastaj e kuptuam pozicionin që kemi ne, kaqë talenteve që ka qyteti dhe ku qëndrojmë. Po në nivel ndërkombëtar, si e ndjeve veten? Pavarësisht se, okay, dhe ti u vlerësove. Ndoshta kam moshë të vogël me të, unë jam vetëm 16 vjeç, por shumë të pjekun edhe gati për sfida të tilla. Pra ne, pavarësisht se vim nga një vend i vogël, ne nuk duhet të hyjmë në konkurse të tilla me ndjenjë inferioriteti, domethënë që ata janë çik më mirë se ne apo jo. Nuk ka të bëj vendi. Nuk ka të bëj vendi hiç, është thjesht mënyra se si ti praktikohesh se sa ke mundësi ti më dhanë për edhe nëse e den shumë fort këtë gjë me bë. E kuptoj. Të pyetëm nga vjen, u vështirësove të thosh, e di ku rrim ne, si jemi ne, dini Ballkanin ju, ne jemi bëre shpjegime të këtij lloji se nuk e kishin gjuhë ndoshta Shqipërinë. Jo, ishte një vend shumë i vogël dhe por kur i tregova domethënë Shqipërinë, disa gjëra interesante për Shqipërinë me anë të internetit, u habitën shumë sepse mendonin që nuk ishte gjëra kaq interesante për te atyre kufejve të Amerikës. Okej, dhe ti ke pasur eksperiencën tënde në Europë? Po. Okej, flasim pak edhe për të. Edhe unë në Festivalin e Gjuhës dhe Kulturës në Gjermani, edhe në bukur Rumani. Kjo koncert, është e njëjti koncert që është zhvilluar në Amerikë, sa bukur të përfshihesh edhe vetë nga titulli. Përfshihen shumë vende të ndryshme nga gjithë bota. Edhe mund të them që ishte një nga festivalet më me kulturë, më interesante që unë kam qenë pjesë. Bëra shoqëri nga gjithë bota. Edhe është diçka interesante sepse kudo që të shkosh, e ke dikë që të pret, e ke një shok, një shoqe që është aty për ty. Pra, rinia se është krijuar ajo përshtypja, me që kanë celularin në dorë, janë pak të izoluar. Nuk e keni ndjerë, janë të gatshëm për të bërë shoqëri në konkurset e tilla. Pra, ju nuk e ndjeni atë,
indiferentizmin, që jo pse kanë dhe ju shenë shqiptarë, po dhe ndaj njëri tjetrit ata, të me thënë nuk e kanë. Nuk e kanë. Pra ta vinë enkas edhe për të socializuar, i vetëm thjesht konkurim. Po, faktikisht është një nga qëllimet kryesore të festivalit, shkëmbimi kulturave me vendet pjesëmarrëse. Edhe aty shkëmbeshim dhuratat vogla nga Shqipëria ose dikush nga Romania, në jepte nga Afrika, nga Indonezia. Ti do t'jesh në 2026 dhe në Rumani, aty do t'jetë, e kam lanë klevi. Okej. Si e pret në Rumani? Se tani ku mësove më Amerikën. Me zipres. Jo, me zipres. Ashtu, po, ajo ndjesia, më vjen mrapsht, si déjà vu, ajo ndjesia me taku shoqëni të rej, njerëz nga gjithë botë, si që tha dhe Klojsa, edhe me zipres që më ardhë, jam shumë emocionume dhe realisht me zipres më ardhë. E sa gjë e bukur kjo. Mirë, shiko, ne jemi njohur, nuk duhet përmend emra me këngëtar të talentuar brezi juaj, po nga një anë është mirë kur ju vini nga një familje e thjeshtë. Dakord? Dhe kjo në një farë mënyrë vulos faktin që ju keni marrë vendet e para pa ndërhyrje, pa korrupsion. Ju bën ta shijoni këtë gjë. Pa fund. Pa fund. Sepse po të ishe vajza apo djali i dikuj që është i madh, edhe po të kishe talent, ju e dini se sa përgjykues është opinion dhe thotë ka ndihmuar nëna babai, po fakti që vini nga një familje e thjeshtë, unë e vlerësoj tej mase, sepse çdo gjë e keni me meritë dhe e keni shijuar në këtë Shqipëri që duket sikur gjërat janë të pamundura, ju e keni shijuar me meritë. Shumë e vërtet. Është e vërtet. Dhe e shijoni, domethënë këtë gjë dhe ju bën edhe që të vazhdoni, apo jo? Absolutisht, është një gjësi që të banë me menu që deri aty ku ti ke arrit me forcat e tuja dhe pa ndërhyrje pas. E kuptoj. Çfarë gjë ju mërzit juve? Se keni kaq energji pozitive dhe si ne gjithmonë duan të shohim anën tjetër të medalit. Çfarë ju mërzit juve? Në një gjë kështu. Çfarë të mërzit? Kështu në persona të lumtur. Dhe i shijoj këtë gjë dhe unë këtu dhe dua të marr nga energjia juaj pozitive. Shumë gjë e bukur kjo. Hobe të tjera që keni përveç sa muzikës. Çfarë ju pëlqen të bëni? Më pëlqen shumë teatri. E ke kishe një foto aty që mbeta njëherë pas një 5 minuta të tëra dhe ku ti përzien bashkë kërcimin, aktrimin edhe këngën. Dhe nga ish një grup show, ju nuk e di nëse regjia do e ketë mundur, ja. Po kjo është fantastike, ëh? Pozicionet tu janë një mrekulli, jeti këtu e treta, shiko. Jo, jam këtu në mes. Në mes, po ja kjo. Po, treta nga ana tjetër, po. E nurova këtë nga ky krau. Domethënë, shiko, unë po shikoj shprehjen e fytyrës, domethënë duart në bel, mënyra si ke qëndruar. Te ky muzikal, ti besoj e ke gjetur veten në të gjitha dimensionet tua. Ishte një nga eksperiencat më të bukura, sepse ishte kërcimi, aktrimi, këndimi, ne kishim një mikrofon aty dhe këtu në fakt isha në rolin e një stewardese. Edhe mund të them si ishte gjë më e bukur që kam bërë ndonjëherë. Kam përshtypjen që je edhe argëtuar. Tu je argëtuar shumë, e kuptoj nga shprehja e fytyrës. Sepse është shumë e vështirë mi përfshirë tre kompetencat në një performancë. Unë mendoj se është e vështirë sepse duhet të kesh kontrollin e diafragmës kur këndon, kontrollin e krahëve kur lëviz, sepse çdo gjë është live, çdo gjë është në momentin. Po. Edhe Kjo gjë shumë e mirë. Kam përshtypjen që ti do doje të përsëritej diçka e tillë. Që ti vësh të gjitha gjërat në... Po. Nësa vlla jote është pak ndoshta më serioz, është e zërit e impostimit, ajo që del shpirtërore aty. Po kështu e shikon veten? Apo jo, e dia, e kuptova më herë. Nuk e thot gjë, domethënë ka të bëjë me këngën. Klevi ti ke kënduar dhe në një gjuhë që s'është gjua që e nënës e të ndryshe, po dhe një gjuhë e mësuar, për shembull në gjuhën turke ti ke kënduar një herë një këngë dhe i ke befasuar gjithë ata që dinin turqisht. Po. Ti ke interpretuar dhe në gestikulacionin e fytyrës. Dhe ata të kanë me siguri do të kenë bërë një pyetje, a di turqisht më rritje? Po, ata kanë bërë? Po, jo, nuk di turqisht, por thjesht këngë cilat i mësoj që nuk janë gjuhën shqipe, sigurisht përveç anglishte si përkthej, edhe mundohem që mu lidh sa më shumë emocionalisht me këngën edhe me përjetu tekstin. E kuptoj. Pra ti merresh një herë me këngën, jo direkt si disa e mbajnë celularin përballë ndonjë. Nuk kam qejf. Jo, nuk e gjeva shumë. Duket jo profesionale. Sa më pëlqeu dhe mua s'më pëlqen kjo gjë, megjithëse them vetë ku ti din të gjitha këngët. Ne kemi qenë në Kors, zuat përmend këtu, po ajo se dinte të gjitha këngët. Okej, mbante
një celular për të kujtuar disa vargje që si linda. Mirë, dua të jem në atë pjesën që dua ta përmbyll këtë, sepse gjithë janë habitur, kanë thënë shisa mirë, po kjo gjë mirë e kanë, etj. Si është vazhdimësia? Si bëhen planet? Ju keni planet të shkurta, 3 mujore, ju mendoni se çdo ndodh mas një viti, mas 5 viteve, si bëni këto planet? Kam një frazë e cila më jep kurajë që më ecë sa më shumë. Çdo gjë e mirë që ka mu bë, është e vendosur për ty edhe ka mu bë. Edhe më motivon sa më shumë sepse gjërat e mira do të vijnë. E kuptoj. Çfarë bëjnë me gjërat e mira? Talenti. Talenti shkërësori, po. Edhe vullneti, puna. Dëshira që ke me bë. E ndjen vetëm me fat? Po shumë. E kuptoj. Shiko, ti jeni një moshë 16 vjeçare, edhe unë nuk e di, më ndihmon pak edhe motra jote. Unë s'jam fare e profesionit, po kam përshtypjen që ndjenve në moshën 16 vjeçare sikur ju transformohet pak zëri. Ka ndodhur kjo gjë me ty apo jo? Ka ndodhur që në klasë 7 që nuk nova për një vit, edhe zani fillan mos më pet. Ka Ç'më ndodhi, mos më thuaj, kërkove ndihmën e doktorit. Sinborg. Ka një periudhë që klasa ka pas shumë aktivitete edhe thjesht normal me kanë aty me mbështet se po se mbështeta unë që jam vllai. Edhe gjithkohën ka pas një periudhë shumë të vrullshme me aktivitete, shumë çmime, edhe isha aty të pa pas lumsi që pa kënaqë se unë s'mundna me kënu. Nuk mund të kënaj, jam të pa klasin që ashtu. Ishte e ndalume, për shkak gjatë ndryshimit të kordave, të zërit, rritja është fiziologjike. E kam dëgjuar këtë gjë, por isha shumë kurioztare se si e ke përjetuar. Jo mirë. Ka kaluar e gjë, i ke thënë mirëpafshim asaj gjëje, sepse gjërat janë përmirësuar. Gradualisht do të ndodhë tek djemë deri në moshën 20 vjeçare, po prapse ai procesi, ai transformimi i madh ka ndodhur që është në klasë 7. E kuptoj, më e keqja ka kaluar. Tani jemi te ekuilibrimi i zërit dhe unë kam asistuar disa herë në aktivitete të ndryshme në qytetin e Shkodrës dhe jam habitur sepse ata kanë pas mundësi shumë mirë që të marrin mosha të rritura për aktivitete dhe që të kanë zgjedhur ty. Mua më pëlqen që tashmë kemi krijuar një shoqëri në Shkodër kualitative, që kur vjen puna zgjedhin zërin, nuk zgjedhin jo po ti ke njohje më shumë, jo se s'funksionojnë, funksionojnë edhe këto, por në fundit njerëzit kanë filluar ta zgjedhin cilësinë. Edhe pse ti je 16 vjeç, imagjino çfarë do ndodh me ty kur bësh 20 vjeç. Zot lënd të biesh të tok. Thuhet në Shkodër. Vazhdimsinë flasim edhe për ty se si e mendon. Nuk është se planifikoj që do të ndodhin pas 5 viteve si që Nuk do të thënë këto janë pyetje hipotetike, e disa ndryshe po ta marrim tani kësaj emision, ta ruaj në arkive, ta krahasoj mas 5 viteve, disa ndryshe do të jenë gjëra do qeshim me pyetjen që ja bëra. Planet e mia janë që pas një javë. Pas një javë. Pas një javë do shkoj edhe të surprizoj prindët e mi që më kanë prit në Amerikë. Atje, familjen tjetër. Po. Bën xheloz këtu si i quajt e ti tani kështu? Jo. Jo. Okej. Do të shkoj atje të surprizoj, edhe jam shumë e lumtur edhe shumë gati. E din ata apo s'e din? E din vetëm njëri për tyre. Okej, kështu që do habitet. Po, tjetër. Okej. Kështu me aktivitete. Pra do të bërë hapa të vegjël që mund të na çojnë në atë rrugtim që do na diktoj pak edhe jeta, se bëjmë dot planin deri në atë mas. Po profesionet të dyta mendoni? Se për shembull duket tani se kur gjithë vëmendjen, për shembull e di, ky është i përqendruar ashtu si edhe djali im, vetëm biçikletë ka mendjen. Domethënë nuk as i bëhet fjalë marr një profesion tjetër. Po, kështu e mendon 16 vjeç. Duhet vetë shumë i vogël me menduj tash. Okej. Unë mendoj që universitetin për çfarë do të zgjedhësh, çfarë dege? Kam dëshirë bioteknologji ose stomatologji. Vërtet, dentiste? Po. Një dentiste që këndon kur rregullon gotët? Po, mendoj që muzika personalisht t'jetë si pasion. Kurse shkolla të vazhdoj, edhe t'jetë, muzika mos t'jetë si një profesion për mendimin tem, personalisht për mu, t'jetë pasion. Jo, okej, mund të ndodhin që edhe ajo të merr gjithë vëmendjen, po një dentiste tu këndu çka rrethanat e jetës, a kupton? Dhe stomatologjia mbeti një diplomë që ne mbajmë në sirtari, bie pak pluri, po s'ka gjë aty është, e kemi. Një mesazh për të gjithë të rinj, pra për ta mbyllur bukur këtë bisedë se na kënaqet, domethënë, një biseda më e natyrshme që është organizuar ndonjëherë në studio.
Të cilët thonë, shiko, nuk po hyj fare asaj rrugës se unë nuk e marr dot në klasën e tretë, vendin e tretë, nuk e marr dot vendet e para, nuk shkoj dot në Gjermani, në Amerikë, okay. Se kemi edhe këto maja që ne i treguam. Por ka një talent ai rinia. Ai riu, e reja. Çfarë duhet bëjnë sipas jush, domethënë? Sa të plotësuar duhet ta vër veten ai në shinat e jetës, të bëjnë kështu, të marrin pak si nga modeli juaj. Për mendimin tem duhet me eksploru shumë, me gjetë aty ku ti marr rahat, aty ku nihesh më shumë afër, qoftë me një pasion të vogël, qoftë me një profesion që ti ke dëshirë. Mos me zgjallë për shembull në moment, ja këtë duhet zgjedh edhe kaq. Eksploro, shiko, cila është më e përshtatshme për ty. Qoftë tjetë edhe një art dezeje që mund të bëhet. Thjesht nëse ty ajo të tërheq, ka me kenë më mirë se sa me bën një profesion që ose kesh një pasion tjetër që ban dikush ke dikë përbi krye dhe thot bane. Me thënë duhet me një zemrën edhe vetëm me eksploru. Është shumë e vërtetë, bile po më kujton një djalë në Vanë Odesi, mblidhte flutra. Po. Edhe i mbante bashkë dhe pastaj i vendose në kupa qelçit dhe i tregtonte. E pëlqente atë për biokimik ishte përfunduar. Një mesazh që unë do kisha dhënë është që ndjek ëndrat e tyre, pavarësisht fjalëve që tjerë i thonë, por me një rrugën e zemrës edhe ajo që ato kanë dëshirë të bëjnë. Okej, sa seriozi tu. Zoti ma, ti djali perfekt, po lum familja që të ka. Mos mu zemra, po djemt, domethënë i kemi një çik kur i gjejmë kështu, domethënë shumë të edukuar, shumë të organizuar, se më pëlqeu dhe ajo fjalë që përdori më përpara, që janë raste shumë të rrallë dhe unë të përgëzojmë ne të gjithë familjes, po dhe brezit tonë. Patjetër që pa. Shumë faleminderit që ishe në studio, na kënaqet sot. Ju uroj shumë suksese në rrugën tuaj. Edhe shpresojmë që në këto lëvizje dhe në këto arritjet e radhës, nesërisht të kemi në të ardhme një puntat tjetër me ju, ku të flasim për eksperiencët e reja. Faleminderit. Të gjithë teleshikuesit që na kanë ndjekur, ne do të kalojmë në një spot të shkurtër publicitar, do qëndrojmë me ne se do flasim për veshjen zadrimore. Çfarë ndodhi me veshjen? Ku do ta çojmë veshjen zadrimore? Cilat janë dy zonja të nderuara që do të vinë në studio pas pak, më herë pas spotit publicitar.
Atëherë jemi rikthyer në studio, tashmë për një bisedë shumë të veçantë që shumë pak ose as pak është lakuar në media. Ne kemi dhënë një sinjal shumë të vogël të vlerës së pa diskutueshme të veshjes së Zadrimës në emisionin Ta Talkim, por ishte thjesht në kuadrin një kartoline, po aty kuptuam që ishte një thesar i tërë që duhet evidentuar. Në transmetimet tona her pas here ne jemi kufizuar tek puna që bëjnë artizanet, sidomos në njësinë administrative Gurizi, apo dhe në pjesët e mëposhtme të Zadrimës, por asnjëherë nuk e kemi parë në total rëndësinë e veshjes së Zadrimës në atë këndvështrim që përse kjo veshje ka vonë për të hyrë në UNESCO. Që do thotë, përpjekja ka nisur, kuptohet që ka një procedurë më të gjatë që veshja e Zadrimës të hyrë në UNESCO, pasi ajo fillimisht duhet marrë miratimi si vlerë e pa diskutueshme e trashëgimisë tonë kulturore, më pas është Ministria Përkatëse që plotson të gjitha procedurat për të filluar aplikimi dhe për të hyrë në UNESCO. Të gjitha këto ka një nxitje, ka një grup pune që po përpiqet prej një viti të konsolidoj gjitha njohuritë, informacionet e nevojshme dhe për ta çuar më pas veshjen e Zadrimës në UNESCO. Dhe ne kemi ftuar vetëm një pjesë vogël të këtij grupi, pasi ai është shumë herë më i madh. Kemi ftuar dy zonja të nderuara. Do e nisja fillimisht me zonjën Liza Brunga. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë si u gjetëm. Ajo është doktore shkencave në arkeologji, është një herë edhe historiane dhe do të kemi një informacion besoj shumë të vyer, jo thjesht për të shuar kurreshën, por për të kuptuar më shumë dhe për vlerësuar më shumë veshjen zadrimore, por nga ana tjetër rivjen në ekranin e TV një Channel tashmë në emisionin Arom Shkodrës, sepse takimi ka qenë në emisionin Ta Talkim, zonja Mirela Dragusha, me profesion mësuese e historisë, por që është futur me zell punës që po bën ky grup për ta çuar veshjen e Zadrimës në UNESCO. Mirë se gjeta. Shumë kënaqësi që u kemi këtu, ndërkohë që regjia le të na vendos ato video të këndshme të bukura. Jam kënaqur duke i parë me detaje, kam pasur edhe kënaqësinë për ta pasur veshjen zadrimore. Ne kemi bërë një përzierje të këtyre fotove, por le ta nisim gradualisht bisedën tonë, ato dalin si një ilustrim her pas here për rëndësinë që ka kjo veshje. Gjithmonë duam të dim sa e vjetër është, sepse u mësua me xhubletën të japim asaj meritën dhe çdo gjë tjetër ta krahasoj me xhubletën, ndërkohë që kjo ka autoritetin e vet. Duke ju falendëruar për ftesën, në emër të gjithë grupit Zadrima, të cilën po bëjnë përpjekje shumë të mëdha që të arrijmë të nxjerrim në pa vlerat e kësaj veshje unikale. Në vetvete si veshje është mjaft mallështore dhe shumë e hershme, kjo për faktin se shpalos element të lashtësisë, të traditës dhe të identitetit, jo vetëm të zonës, për të gjithë historisë të Shqipërisë. Siç i pam të ilustruar në foto, ne shohim që kjo veshje, elementet e kësaj veshje shpalosin dhe bëjmë lidhjen me element shumë të lartë. Mund ta çojmë në krahasimisht me periudhën pagane i lirës, sepse gjithë elementet e saj në veshje dhe në stoli i gjejmë të unifikuara me simbolet e pagane i lirës, siç është dielli, siç është gjarpri, format gjeometrike të cilat në çdo element të kësaj veshje na flasin për këtë histori që veshja e Zadrimës transmeton. Pra është një gjuhë simbolesh që na flet për gjithë periudhën historike të saj deri në ditët tona, që fatmirësisht vazhdon të praktikohet, të ushtrohet dhe të jetë si në gjenezë. Kjo gjë shumë e bukur dhe na bëj fasove edhe me lashtësinë e saj. Domethënë kaq e hershme është, pavarësisht se ne pra vazhdojmë në ato ujërat krahasoje me xhubletën. Unë do vlerësoja një fakt për të tërhequr vëmendjen e gjithë teleshikuesve, që ne nëse kemi një xhubletë të konservuar, ndoshta nuk e kemi aftësinë për ta riprodhuar më. Ndërkohë që ne këtu kemi një veshje, po aq me vlerë, e cila nuk është vetëm thjesht e konservuar, gjithmonë me frikën dhe me panikun, nuk kemi të tjera të mbajmë mirë to që kemi, por e riprodhojmë. Dhe ne kemi të zgjaun dhe jo një grua apo dy apo një grua në moshë, por ne kemi vajza të reja që ndihmojnë nënat e tyre dhe që e prodhojnë, dhe këtu qëndron ndoshta vlera dhe merita ose konkurimi më dinjitos që i bëhet edhe xhubletës. Dakor? Para se të kalojmë tek mënyra procesit gjitha, ku shkon shtrirja? Për shembull këtë veshje deri ku e ku vishet? Atëherë duke përdorur gjithmonë metodën krahasimore, sepse veshja ka të fatkeqësisht nuk ruhet
siç ruhen objektet e tjera arkeologjike, sepse materiali tekstilit ajo dekompozohet, kalbet në dhe, por duke krahasuar elementet e saj, forma krejjes së stilit zadrimores. Po, dalloj me herë të preja flokëve, jeleku, pjesa e boçës, kuqa. Duke krahasuar me një statuj të gjetur në kodën Taute të tempullit të Artemisës, që daton të shekullit 7 para Krishtit, ajo njihet si statuja e zadrimores, realisht kjo që është tani, realisht nuk është zadrimore, por krejhja dhe stilimi i flokëve është identik, që tregon që në atë kohë kjo krejhje është marrë nga gruaja zadrimore, është vendosur me delikatesë ajo riza për të krahasuar lëshmërinë e saj, artin, stilin, dhe e ka personalizuar bërë të veten që akoma dhe sot nënat tona e mbajnë me krenari, pra krejhja flokëve don minimalisht 45 minuta për ta sjellë në këtë formë. Në këtë formë 45 minuta për ta sjellë. Një pyetje, se jam shumë kurioztare. Gratë kanë gjatësinë e flokëve deri këtu, sa është kjo pjesa, apo pjesa mrapa është shumë herë më e gjatë? Po, zakonisht pjesa e flokëve, siç ka qenë vajza, për shembull kur bëhet nuse, ato modifikohen. Edhe pjesa mrapa është më e gjatë dhe mblidhet dhe jepet rëndësi pak pjesës së parë, ku krijon zylyfet, siç quhet në gjuhën vetë tradita. Gjithmonë të zeza për krijuar kontrastin me atë rizën e bardhë. Gjë e më e rëndësishme dhe më e bukur është pjesa që dekorohet ose sistemohet floku në pjesën e sipërme. Këtë stil flokësh e shohim edhe në skulpturat të romake, siç janë perëndeshat apo gratë e perëndorëve, të cilët duket qartë që është një stil shumë fin, të cilët tregon që ka qenë një stil krejhjesh e përhapur në kohën e antikitetit, dhe kjo na lën me kuptuar që kjo është marrë që në antikitet nga gratë dhe është personalizuar tek gratë zadrimore. Pra kemi në thojza një trendi të asaj kohe e përhapur, se mos besojnë disa teleshikues që ne këtu po tentojmë që të themi Greqia lashtë e ka marrë nga ne ose Roma e ka marrë nga ne, por kemi një trend të përgjithshëm që është përhapur në atë kohë. Analizës, absolutisht. Ndërsa autentike i lirë në veshën zadrimore, ne vërejmë pikërisht ato që thashme përpara, simbolet e diellit, që i gjajmë në çdo pjesë të stolive të gruas zadrimore, në formën e spiraleve, në formën e rrezeve të diellit, në formën e rozetave, në formën e ngjyrave të larmishme që shpërbëhen nga dielli. Një metodë krahasimore është përdorur edhe këtu. Kjo është një grua e lire e shekullit 5-6 para Krishtit, dhe gratë zadrimore po t'i shohësh i kanë të vendosur në pjesën e gjoksit edhe për të shpalosur finesën, madhështinë e gruas, por edhe si element të mbrojtëses, siç kanë qenë për të mbrojtur nga syri i keq apo besitni që vijnë nga periudha pagane. Pra këto element shumë të rëndësishëm e çojnë në periudhën e lirë veshjen e zadrimës. Ne do donim të shikonim edhe tek videoja, disa foto të realizuara të grave të veshjes, pra të na kënaqet një herë syri me këtë veshje, me ngjyra, cilat ngjyra dominojnë përgjithsisht në këtë veshje? Atëherë ngjyra që dominojnë më shumë është e kuqja, është edhe tradicionale e zonës, është e pranishme tek boqja, tek qëndisma, tek çdo detaj, edhe përveç veshjes kanë pas edhe materialet e shtrojës dhe të mlojës me cilat gjithmonë dominon e kuqja. Pastaj kjo është në varësi edhe tek mosha, që kanë edhe personi që e vesh, nëse është e re, dominon ngjyra kuqe të ndezura, dhe nëse është me nuanca të blues përsëri është e ndezura. Pastaj me kalimin e moshës dhe stadeve të saj, fillon dhe zbehen pak ngjyrat, por kuqja mbetet gjithsesi pjesë e veshjes. Po, cila pjesë e kësaj veshje është më e vështirë për të punuar diçka? Nuk e di nëse ajo pjesa e zezë që vendoset mrapa, ose më ka bërë gjithmonë përshtypje si realizon ato pallat e vogla të zeza. Atëherë, veshja përgjithsisht ka vështirësi të veta, sepse duke filluar që nga gjaja më e vogël që janë çorapet që punohen me shtizat, edhe çdo detaj ka vështirësinë e vet, por kisha më thënë koreti, që është edhe prej shajakut. Si e ka emrin? Koreti, që ti mësojnë këto ose gjoka, siç i thonë studiuesit fotograf. Po. Kjo është koreti, i cili është i ndarë në dy pjesë, me çepje, me gajtanat dhe dy ngjyra, kuq edhe zi. Por këto palet pastaj janë kindet, si quhet ndryshe. Po me se i kanë arritur që t'i krijojnë kaq simetrike? Është prerja shumë eksperte, gratë zadrimore, të cilat i kanë prej këto kindet, qep, palos, rrënjëra mas tjetrës, edhe që krijojnë pastaj tendosjen e tyre edhe qepjen e tyre.
këto gajtanat pastaj në të gjitha detajt për të mbulu edhe qepjen, por për t'i dhënë edhe një finesë edhe një bukuri i veshjes. Kjo shkon si veshje, shkon deri në 18 kg. A 18 kg e kam provuar, këtë ishte shumë e rëndë. Vetëm më bën shumë përshtypje anatomia e grave në atë kohë. Domethënë që unë nuk arrija dot ta vishja, jo se ishte masa e vogël, por ndoshta gratë në atë kohë kanë pas shpatullat më të vogla. Jo, absolutisht mund të kenë edhe 2 metra, por në kuptimin mirë. Veshja zadrimore ka një sekret se kjo si pesha, si mallësia është bërë në mënyrë që gratë gjithmonë të mbajnë trupin drejt, të ndjen pa korrekt në një si kundra pesh në pjesën brapa, që të ecet pak kështu. Korrekti në këtë rast jep edhe atë finesën e trupit edhe shtrëngimin e trupit, sepse lidhet pastaj në mes edhe me brezin, që automatikisht pastaj sipër korrektit janë edhe 2 jelekt, me sumulla, jeleku i mirë. Mund të vazhdoj videoja ndërkohë dhe i shikojmë dhe zonja Mirela edhe tregon, pra kjo është gjysa që vendoset mbi flok, para se të vendoset riza ose marama. Ja, këtë unë nuk e kam vënë re, ndoshta nga që artizanët sot... Kjo është 2 krasim. Këtu jemi me 2 variacionet e veshjes zadrimore, sepse edhe zona e bushatit ka të njëjtat element të veshjes si veshja zadrimës, por i ka më të elegantë, më të hareshme, më të shkurtra. Imagjino ka që afër zonat ngjitur dhe me këto veçantit çfarë koloriti ka populli shqiptar, e arzakonshme. Kjo është brezi, që vendoset gjithmonë. Deri 3-5 metra, domethënë në varësi, çorapet prej leshit. Modeli kjo është futa, është edhe kjo e punuar në të zgjat, gjitha me një teknik prej 2 liqve, zakonisht ngjyra është e errët, kombinim me të kuqen, të bluja, të e zeza, dhe kisha me thënë për sa i përket historisë është ndër veshjet më të para, si element që është vendosur që në kohën antike, antikitetit pra. Kjo është redi ka një gjatë veçantë. Vetëm ku kam parë fotot që ju më keni ndihmon në këtë rast për të mbajt krehen. Dhe ndarë në flokët që të dalin bukur këtu anash. Edhe ka diçka këtu që quhet kshet. Edhe kjo është kur të vendoset pastaj riza, të kape dhe mos të fiksuar. Edhe të fikson, kjo është për 2 funksione, edhe me nda pendet, që quhet ndarja flokëve, por edhe me fiksu rizën sipër ose maramen pastaj që modifikohet sipër për bukuri. Okej. Veshja zadrimës kërkon që femrën ta nxjerrë si. Cili tipar do dominonte i pari për ta renditur, për shembull të jetë kryelar, të jetë e gjatë, të jetë trup drejt, të jetë bukur, të jetë e hiqme, domethënë cilin tipar ka tendencën që si veshje ta evidentoj të parin? Ashtu si që e rendit ti e ka për tendencë të jap të ta nxjerrë gurën ashtu si që është. Bekimi i Zotit, ena nga cila lind dieta. Duhet të dalë. Sepse e realizon më së miri me veshje që gjërsin të pjesa zona e barkut apo të viteve. Evidenton pjellorinë e saj. Nuk ka qenë gusto tjetër atje për femrat me sot. Shumë ngjysh, koloriti i saj që i nxjerr pa dhe nëse ti je zbet apo ke një tipar jo të dukshëm, koloriti e modifikon, e bën si mozaik. Përdorimi ngjyrave të gjalla gjithmonë tregon jetë. Okej, do vija një detaj që duke parë bijut e pafundme, unë shoh që ju jeni të dashuruara me këtë veshje, sepse dhe ju me bijut më keni befasuar sot. Duke filluar edhe me zonjën e cila ka vendosur një kaps, nëse mund të kthehet sado pak në zonën mrapa, pra ja dhe kamera tregon më së miri, apo në emisionin tjetër që kemi pasur të kishe sajuar me këtë veshje një karfis shumë të bukur, domethënë në shenjë të respektit për këtë veshje. Unë shoh veshje, pra kjo që vendoset në pjesa e syve apo e fytyrit, e qafa kjo. Gjerdani. Shoh këto gjerdanët që mua më ngjajnë me çfarë kam parë mbi xublet. Duhet të ndërhyj pak këtu. Stolit grua zadrimore, si se i ka dhe më herët, kanë element edhe pagan, pra i lirë, me diellin, me elementet geometrik, figura geometrik, rombe, spirale, trekëndsha, por duhet vënë duke që me kalimin e historisë janë marrë vlera dhe vërejmë kryqi. Kryqi është i vazhdueshëm. Kryqi, të cilët çdo periudhë historike kanë marrë elementin e saj, sepse duhet theksuar që zona e zadrimës ka qenë ndër parat zonat në cilat është përhapur krishterimi, duke pas parasysh që vetë apostulli Paul kaloi nëpër Lezhë deri në Shkodër dhe
kjo zonë, duke ndodhur mes dy qytetave, po, pjesë e dioqezës së Sapës e ka përvecuar dhe e gjejmë kryqin në çdo element, që nga kurora kokës, gjerdani, në gjitha rrjeshta, qëndismat, pra është elementi ose simbolika kryesore në veshjen e Zadrimit. Dëshmia më e fundit është Betlehemi i gjallë, që organizohet në Hajmel dhe ne e kuptojmë lehtësisht të gjë. Traditës që bëhet në zonë, domethënë. Okej. Po bizhut e jashtëzakonshme më kanë bërë shumë përshtypje. Në Zadrima ku zakonisht i ka marrë bizhut? Zakonisht janë punu në qendrat e filigramit, punishte që janë bërë në Shkodër, Zanaqit. Por ka pas raste kush ka pas mundësi, ka shetit më larg, ndoshta edhe në qendrën e Prizren, por përgjithsisht është Shkodra ajo që ka furnizuar si themi gjithë zonën, qoftë edhe në veri, qoftë edhe me tutje. Po, më bën shumë përshtypje sasia e bizhuve, do t'i shohim edhe në foto dhe shumë stoli. Unë kam edhe një ndër kurështarët më të mëdha të gjithë grupit ndoshta dhe i kam kërkuar që të peshahen dhe pasi i kemi peshuar, bizhut e grua zadrimore shkojnë mbi 2 kg. Pra i mbante të vendosur në pjesën e kraherorit, po, deri në pjesën e brezit, të cilat janë me minerale të çmuara, siç është argjendi edhe ari, sepse gjithë këto Napoleona që janë të brenda diellit, themi, kanë qenë serm, por ato që kanë pas një status shoqëror më të lartë ekonomik ishin me Napoleona ari. Pra tregonin edhe statusin shoqëror që nga vinte nusja. Por duhet theksuar që asnjë nuse nuk dilte pa këto bizhut, pa këtë pasuri të madhe nga familja e saj. Jo vetëm ditën e dasmës, por këto stoli nusja i ka marrë vazhdimisht kudo që ka shku. Më thanë, jo vetëm ditën e dasmës, por edhe nëse ka shku për një vizitë diku, nëse ka dalë në tregun e Shkodrës në atë kohë, ka shku diku, çdo lloj ajo i ka vu, për tregu. Ndonjë detaj kështu që të na bënte përshtypje, për shembull, kjo moshë ose identifikimi, sepse ngjyra identifikon moshën, statusin e të tjera. Edhe stolit normalisht. Edhe stolit kanë këtë linjë siç është ngjyrat, sepse normalisht stolit nuk është se moshat e treta i kanë vendosur kaq shumë. Po, nuk e kam kuptuar se përse ato vinë deri tek pjesa e syve për të mbuluar pak imazhin. Atëherë, jo, atje ka funksionin që me basi që themi ne temenon. Që nuse se është edhe një këngë, dhe me thanë me ullë, është edhe një kallë vargjet e veta, sepse gjdo stoli që shikohet këtu, është shoqëru, kur vajzën e kanë vesh për nuse, është shoqëru edhe me vargje nga këngë. Dhe me thotë që ka pas një shpirt të pasur artistik, jo vetëm punishte, por edhe artistik, përsa i përket muzikës dhe është shoqëru. Dhe është një që thotë ule kokën ban të menoa, dhe sa të hasë kurora dhe me thonë në pjesën, dhe nusja ka ditë dhe një farë pikët për ta ullë kokën, jo më shumë se sa duhet, por ja është dhënë dhe me thonë një sinjal që këto medaliona duhet hasin vetëm pjesën. A ka në një tradit, për shembull, jugu ka pas një përpjekje që vajzat i jepte larg. Për efekt të gjakut ishte sa më i pastër të mos martoheshin mes kushërinjve. Vajzat zadrimore kanë pas ndonjë gojdhon ose ndonjë legjendë për t'i martuar larg? Jo, përgjithsisht. Jo, në përgjithsisht janë martuar rreth e jo mes kushërinjve, por në zonat afër, pra nuk ka qenë përpjekje për t'i martuar larg. Gjithmonë të origjina zadrimore, domethënë, përgjithsisht shumë vonë pastaj ka ndodhur që por vihet re një fenomen jo i çuditshëm, duhet të krenohemi në fakt me këtë që një vajzë zadrimore kur dilte nuse nga shtëpia e babait, ajo merrte me vete një paj që mund t'i themi më tepër një pasuri, e cila përmbante të gjitha veshjet që ajo mund t'i përdorte gjatë gjithë jetës. Që do thotë, edhe nëse ajo binte në një familje shumë të varfër, për gjatë gjithë jetës saj ajo nuk do vuante asnjë nga veshja. Paguante dhëndri apo ishte familja e vet që e ndihmonte? Tu ka një farë marrëveshje, domethënë. Një marrëveshje kohëve tona apo atëherë? Jo, marrëveshje të atëherë ka pasur. Domethënë ditën që të demokraci kanë pasur që atëherë. Po, ditën që shkoi për të kërkuar fjalën dhe përpiqeshin pas disa, ndoshta 2 muajve, 3 muajve, ditën që kputej fjala, që personi jepet, vajza në këtë rast, që atë fillonin 2 baballaret, po them, të bënin ato planet, sa do t'jetë, kota që do t'jap dhëndri, apo dhe sa do t'ketë. Po përgjithsisht është edhe familja nusës ajo që ban shumë. Për shembull marrim një detaj, për shembull një këmishë, me qenë se na doli edhe këmisha këtu, nusja një paj minimumi mund të ketë 30 këmisha. A që do i merrte me veten në paj 30 këmisha? Të llojeve të ndryshme. Për shembull kjo është harkat, është kjo është komplet me mëndafsh. Anë munash, si themi 100%, dhe i ka marrë anë munash, harkat, pambuk,
linë që ishte më i vjetri. Pra të gjitha, shiko, kemi në artën e saj. Interesante kjo. Dhe me që jemi tek materialit, ndalemi pak tek punimi. Po. Vazhdohet sot me krimin e mëndafshit për të nxjerrë, pra vazhdojmë me këtë teknikë. Me fat, them në gjithë Shqipërinë, kemi të vetmin laborator, që është Color of Zadrima, që është në zonën në Dajç. E nxjerrim si komplet si biles keni pambuk, edhe ca foto. Por nuk e di sa saktë është që materiali shkon në Gjermani të punohet sepse kjo faza ndërmjet me na mungohet gjithçka, secili në laborator fillon dhe mbaron aty. Fillon dhe mbaron aty. Unë këtu ju përgëzoj jashtëzakonisht sepse në një emision që kemi realizuar para 2 viteve, teksa kemi pyetur disa artizane të VAUDD-s, ndoshta bëhet fjalë për ato dhe jo për pjesën e Zadrimit. Materiali shkonte në Gjermani që të punojë dhe të kthejë në fije duke rritur automatikisht koston. Një foto që ato po e nxjerrim një herë nga. Mendova se është vetëm thjesht foto. Jo, absolutisht po bëhet aty. Ajo foto e marr nga vet. Fantastike. Color of Zadrima e kultivon që nga vemja, që është fillimi i krimbit të mëndafshit, e ushqen deri te kokoni që është. Po, e nxjerr shikzën, nxjerr fijen, pra komplet e sqarojmë të gjithë procesin. Gjithë procesi, nga fillimi deri në fund, nga fillimi cikël i mbyllur i plot. Po, kjo është një firmë e cila e bën procesin. E bën vetë komplet. A kemi gra ne në Zadrim që vazhdojnë ende dhe punojnë me dezja? Bëjnë paktën një shall. Mund të them një në 3 shtëpia e ka të zgjajnë akoma dhe sot që vazhdojnë t'ju trashëgojnë mbesave, bijave që punojnë. Po, deri para 5 viteve, ndër vite në emisionin Arom Shkodra, kemi dokumentuar dhe kemi bërë shumë shpesh vizita, por kemi të paktën një 5 vjeçar po e quaj kështu, që ndoshta na mbaruan ato gratë që ishin atje, por nuk e dim nëse ato vazhdojnë ende. Pra vazhdojnë ende që të ishte në Vujën e Zi, që është qendër, që tregtojnë edhe jashtë me punimet e tyre artistike. Kemi në Dajç, që është pikërisht Color of Zadrima, që po e mban edhe punimin, por edhe të zgjahen, por edhe krimin, është e vetmja në Shqipëri e certifikuar, me të drejtë të plot për gjithë procesin, siç tha me ciklin mbyllur. Është edhe artistike Zadrima në Lezhë me Terezën, që është edhe ajo që 30 vite që punojnë, përgjithsisht të gjitha këto qendra. Pastaj edhe punishtet vogla në mënyrë private. Si mundësi punësimi, apo kanë ndonjë subvencion që ju jepet për të përballuar, sepse mundi shumë i madh, po fitesa është shumë e vogël? Jo, është vetë. E gjitha është çështje pasioni, dëshire, trashëgimie, traditë. Pse jo mos mësu brezatëri, shumë e rëndësishme. Po, Color of Zadrima, në Dajç vërtet ka dhe vajza aty. Vajzat që kanë mbaruar shkollën e lartë dhe kanë arritur të krijojnë profesionin e tyre, por që vazhdojnë të shkojnë aty për të mësuar dhe për të punuar në të. Pra i është edukuar dhe moralisht, dhe shpirtërisht, dhe kjo është e bukura. Ja, për shembull, pjesa e krimit të mëndafshit. Kjo është e bukura, domethënë që edhe brezave të ri po i lihet kjo pjesë, edhe pse mes forcës, sepse janë breza të rinj, por gjithsesi ka. Po ata e kuptojnë rëndësinë që ka veshja, sepse identifikon jo thjesht zonën, identifikon komin shqiptar, është një veshje e një rëndësie të jashtëzakonshme. Do doja pak për grupin e punës, le të flasim për këtë punë që po bëni. Ju keni thjesht një vit, përpjekje ka pasur për të nxjerrë markën, për ta eksportuar e të tjera, por asnjëherë, bile tani kur ne dëgjuam për grupin e punës, të gjithë menduam, po si ka mundësi jo më herët? Duhet të filloj me iniciatorin e krijimit të këtij grupi, që është Nusha Zhuba, është një ndër studiuesët themi më të mira të Zadrimit, e cila punon në Arkivin e Vatikanit, e cila ka arritur të bashkojë 70 intelektual të Zadrimës për të kontribuar në ngritjen e vlerave të veshjes zadrimore. E jemi kontaktuar nga Nusha njëri pas tjetrit dhe kemi arritur në një grup prej 70 vetash. 70 veta jeni në këto? Po, të cilët jemi të profesioneve dhe fushave të ndryshme, duhet seksuale të fusha edhe të moshave të ndryshme, të cilët secili jep maksimumin për të ngritur vlerat e kësaj veshje. Aktualisht e kemi përfunduar një dosje voluminoze prej 600 materiale, faqesh me materiale, të cilat është duke u shqyrtuar në Ministrinë e Kulturës për të marrë statusin si vlerë trashëgimisë materiale shpirtërore. Dosja tashmë është dorëzuar. Në dosje ka një përmbajtje të plotë për 600 faqesh që nga historiku. Absolutisht. Të gjitha ato që paktën sa do pak i përmendëm ato të dokumentuara me dëshmi. Historiku i saj, historiku i zonës, lidhja pastaj në çdo detaj elementeve
elementeve të veshjes. Më rëndësishme është edhe formularet pyetësore të cilët dhe intervistat që janë marrë grave të cilët po punojnë aktualisht, që veshin aktualisht veshin, pra që tregon që nuk është një veshje në zhduke, është një veshje që fatmirësisht vazhdon të prodhohet për të marrë gjallë, por që duhet të mbrohet për shkak të të globalizimit apo fenomeneve që po hynë në tradita në kulturën tonë. Për shembull, Xhubleta ka hyrë në UNESCO fal diebërjes, ndërkohë që ajo mbeti një themër e Akilit në Malsinë e Madhe, më gjerë në Shkodër në Pukë, se nuk është se është vetëm e Malsisë Madhe, po aty domethënë dominon qendra burimi kryesor i Xhubletës. Por te diebërja janë disa projekte që kanë mjeshtrat nuk janë më. Po s'janë më dhe ata janë disa grumullime nxënësish nga njëherë janë fiktive, grash që thjesht asistojnë kur dikush shpjegon, po jo deri te diebërja. Pra është shumë vështirë për të shkuar dikush thotë nuk janë kushtet, nuk është kjo dhe nuk është ajo dhe në këtë prizmë edhe mund të rrezikojë Xhubleta se ashtu siç hyn edhe mund të dalë. Ne fatmirësisht i kemi shkolla gjallë që na mësojnë gjyshet, nanat që vazhdojnë në çdo shtëpi endin thurin që ndisin. Ju si e keni kërkuar diebërjen apo Xhubletën, se ka të bëjë dhe emërtimi se si e kërkoni në apo veshja. Vetëm veshja e zadrimës. Veshja e zadrimës. Tashmë i kemi gjallë ato që po punojnë edhe po e trashëgojnë. Po, këtu kemi të bëjmë një pjesë të një grupi, po. Këtu ka qenë kur kemi bë pasoret, është edhe një pjesë shumë e rëndësishme e traditave të zadrimës. Po, dhe gjej rastin këtu të përmend edhe një muze që ekziston në zonën e Bushatit. Te Ndoc Shaben, duam ta përshëndesim edhe urojmë. Ja studio ne kemi për një vizitë atje, aty provova të vesh atë si e quajte atë koreti, nuk më bënte fare. Por jam kënaq me dashurinë e tij shumë të madhe për t'i grumbulluar. Ja pasionon pas vlerave. Po, patjetër, pavarësisht se ai po kalon zotëria një moment të vështirë në jetën e tij. Shërim shumë kemi pjesë të grupit dhe urojmë fatën. Pra, zoti Ndoc patjetër që është pjesë e grupit të punës. Përveç se muzeu të tij që mbetet në kuadrin e një muzeu privat i cili tregon shumë i hapur ndaj çdo vizitorëve, pra i ka harxhu kohën e vet, mundin e vet, buxhetin e vet për ta bërë atë muze. Ka një muze të mirëfillt zona e Zadrimës ku vijnë vizitorët dhe shikojnë. Jo, është ndërtuar në Gurtëzi, por jo nga shteti, si themi, jo nga ambienti i komunës, ka që një projekt i një shoqate, vetëm kaq. Iniciator nga qeveritë tona jo, por thjesht nga këto projekte që po jashtë realizuar, rëndësishme është që ekziston një tillë. Po një muze mirëfill mund të vinte ndoshta mbas shpalljes në UNESCO, ai do të ishte gjë shumë e mirë, janë projekte dhe investime që mund të përfitoheshin mbrapa. Okej, grupi punës pastaj si keni ndar punët? Si vepron, sa kanë punë bën atë që di të bëj më mirë, atë që don të bëj. Arkeologjia këtu, etnografia, ja ku e kemi. Por rëndësishme është ajo dashuria e secilit prej nesh që këtë veshje vërtet ta çojmë aty ku është finalja dhe UNESCO, me një dashuri të papame, me një përkushtim, se siç e tha edhe kolegja Liza, që më thonë, ne nuk kemi vetëm të ri aty, apo edhe ne që jemi pak po shkojmë te mosha. Jo, mos e thoni të rijeni. Por kemi mjaft edhe moshën e tretë që jashtëzakonisht ato po na transmetojnë emocione edhe më të madh për një angazhim. Vërtet, për një angazhim shumë të madh, menjëherë sapo t'japim një informacion direkt ato i kemi të gatshëm me shoqëru, me qenë pjesë, me bë, me nzyra shteti dhe kudo. Okej, gjë shumë e mirë. Sa mund të vënoj kjo përgjigje që pritet nga ministria apo në fakt po presim me padurim. Kjo është në varësi gjithmonë atje tash në ministri, edhe pse janë procedura që duhet t'i përmbajnë. Edhe pse kemi marrë ato feedbacket shumë pozitive për punën voluminoze që është bërë dhe atë çfarë ne kemi pasqyru, thjesht është në pritje vetëm të miratime që ato bëjnë për të kaluar pastaj si iniciator ato për të na pasqyruar për UNESCO. Okej, kjo është edhe një nxitje mirë për banorët e zonës që mos ta lënë si traditë. Absolutisht. Dhe që ato gëzime familjare të mos jenë thjesht veshje dekor që ne kërcejmë për habi, por si një traditë që her pas here edhe koncerte të kishte në zonën e Zadrimës me këto jo gjëra të importuara nga të tjerë dhe hajde ju ftojmë dhe juve që t'jeni po faktikisht Zadrima ka potencialin e duhur për të bërë edhe një festival të vetin. Qoftë me traditën gojore, qoftë me këngën, me vallën, me veshjen, me çdo gjë, me një mozaik. Po, është vërtet. Bile në një bisedë që kemi pasur me fermerin shumë të nderuar Zef Pashugu,
kur kemi thënë, po ju prodhoni gjithë verë. Do të ishte shumë bukur një festë e verës, do me thënë ku mund të ndërthureshin të gjitha kulturat dhe traditat. Punto si piknisje në base edhe kjo. Po, pare se të shkojmë drejt fundit të bisedës, jam shumë kurioztare, gruaja merr rëndësi për veshjen e saj në Zadrim, po meshkujt, a kanë diçka më specifike? Apo është e vështirë, apo gjithëmendja kuptohet ndaj gruas? Meshkujt si pjesë e shoqërisë të cilët gjithmonë kanë pasur më shumë prioritet për dalë, për të lëvizur, për pazare, i kanë më të unifikuar rrobat me krahinat e tjera. Pra brakeshek, mish, ksula, xhamadani, që kanë ngjashmëri me krahinat e tjera për shkak edhe të përvojës, punës, daljes së tyre, ndërsa e gruas, duke qenë se gjithmonë gruaja rrinte brenda në shtëpi për kujdesjen ndaj fëmijës, e majti më unike veshjen duke ka shkëmbyer element me veshjet e tjera, është e padiskutueshme kjo me krahinat e tjera, por i mbeti unike pjesa e krejës së flokëve, pjesa e ngjyrave, koloritit të saj, se të marrim zonat e tjera nuk e kanë të pasuri koloriti, ngjyrash, të bijuve të saj, pra u kriju si një mburoj e veshjes zadrimore duke mos qenë në kontakt me shumë me krahinat e tjera. Dhe kjo ka bërë diferencën, themon. Pse edhe mi dhani hirshi, një bukuri, duke vlerësu si... Fakti që gratë e punojnë vetë, ja dhe i çorapi që dolën tani, pra e punojnë vetë. A mendoni se në një farë mënyrë ka vendosur një kufi ndaj artizanëve në thojza që për riprodhime të veshjeve për efekt komercial kanë bën ndryshime shumë, i kanë vendosur disa elemente, si adobët, po vetëm t'i ngjaj modelit origjinal. Pra, fakti që Zadrima e ka rritur më shumë se pjesa tjetër. Koncerte ose diçka që mund të bëjë aktivitet. Është më origjinale në veshje. Pjesa jena pak fanatik, pak si shumë për të rritur vlerat. Dhe kjo mendoj se që tha dhe kolegja është trashëguar që nga lartësia, evolimin e ka pas si çdo veshje tjetër, por janë rrit element, janë rrit ngjyrat, janë rrit se e kanë prodhuar vetë faktikisht. Se e kanë prodhuar vetë dhe janë shumë korrekte për mos më ndryshu, edhe pse koha ka ndryshu, ka evolu. Edhe elementet që mund i vë sot, edhe për efekt tregu që mund gjejnë diçka, mundohen ta gjejnë të për-ofert, pra ajo finesa tyre, për mos me dalë nga pjesa që është origjinaliteti i veshjes. Okej, kjo është gjë shumë e mirë dhe unë për këtë ju përgëzoj tej mase, edhe për punën e mrekullueshme që po bëni, se nuk është gjë e vogël, do këmbgulje, do durim, do studim, ju thjesht tani po prisni frytet e punës tuaj, por keni sa përpjekje, punë serioze për t'i bërë ato dokumentimet ashtu si që kërkohen në raste të tilla dhe për të bërë atë hapin madhor që e presim të gjithë për të hyrë dhe unë uroj me shumë shpirt. Shumë faleminderit. Shumë shpirt që ta fitoni këtë status. Të kemi aktivitete pasaj në bazë të kësaj fitore, të kemi aktivitete më të konsoliduara dhe dashur pa dashur ndikon drejt për së drejtë edhe në turizmin e Zadrimës. Është një vlerë shtuar për vendin tonë. Fakti grupi janë ringjallë dhe veprimtaritë me cilën po organizohen, së fundi ne organizuam veprimtarinë mbi 85 vjetorin e kalimit në amshim të Atë Gjergj Fishtës, ku kjo veprimtari u filloi dhe mbaroi, pra u realizua falë grupit të intelektualëve të Zadrimës, që u përfshin të gjithë i madh i vogël për ta ndëruar ashtu siç është birin e Zadrimës. Dhe përveç kësaj po bën ekspozita, po bën takime të ndryshme për ta promovuar, pra jemi në stadin e promovimit dhe shpresojmë shumë që kjo punë e jona të finalizohet me atë që dona, që të ruhet, të mbrohet ndërkombëtarisht në UNESCO. Edhe diçka tjetër ne gjatë kësaj kohe, edhe për efekt promovimit, ne po nxjerrim pak edhe disa vlera të tjera që ka zona dhe disa tradita që janë lënë harres, tash brezat e ri edhe nuk i bajnë, për shembull siç është rasti i pasoreve, ne e kemi organizuar komplet siç ka qenë dikur për shkumër të panusën që është bërë me fëmijë, domethënë vajza nga familja e vajzës. Të gjitha gratë. Pra, jo një veshje që mbetet në kornizën e një muzeu, por një veshje e gjallë, aktive, që vendosen në ritualin e jetës që ka bërë Kemi edhe ca projekte që do lidhen pastaj me muzikën, me këngët që janë përdorur në zonë.
Okej, ju lutem, kur I bëni këto gjëra, mos ta harroni një ftesë të vogël të bukur. Patjetër me shumë kënaqësi. Se do na pëlqente dhe kjo e përfshirjes në një situatë të tillë. Unë ju falenderoj shumë për bisedën që zhvilluam në studio, do t'ju ndjekim dhe ju urojmë edhe si staf dhe gjithë teleshikuesit, bravo për punën që bëni, edhe shumë suksese në arritjen e finales që dëshirojmë të gjithë. Suksese edhe për punën tuaj. Faleminderit. Kështu kemi shkuar në fund të bisedës, në pjesën e parë ne gjishim motër dhe vallë, dy të rinj, shumë të talentuar në rrugën e muzikës. Pra, përgëzojmë dhe familjen Kapeta për ata dy fëmijë të mrekullueshëm që kanë rritur. Në pjesën e dytë ne ishim me zonjë Mirela Dragusha dhe Eliza Brunga, na kënaqën me ato të dhëna që janë më së të vyshme për ne kur duam të përkrahim të gjitha ato që formosojnë identitetin tonë kombëtar. E njëra prej tyre është edhe veshja kombëtare, veshja Zadrimës, që siç e tham në fillim të emisionit, pak si vonë, po më mirë vonë se sa kurrë, dhe shpresojmë ta kemi dhe atë në UNESCO, duke shtuar thesaret aq më tepër të zonës veriore të Shqipërisë. Ritransmetimin e emisionit do të keni mundësi ta ndiqni ditën e shtunë në orën 15:30, ndërkohë ju lënë në shoqërinë e programeve të TV1 Channel. Natën e mirë.